ata të cilët dëshirojnë me ngjall zemrën e tyre dhe mi jep kuptim dhe shije çdo gjëje, le të rregullojnë raportet e tyre me namazin. Dhe Allah Azza wa Jall namazin e ka bu tregues shumë të saktë të gjendjes sate. Dhe e kalon 5 kohë të ndryshme të ditës dhe të natës. Që ti vazhdimisht me kontrollu veten dhe me kontrollu dhe me rishikuar raportin tënd me Allahun Azza wa Jall. Nëse ki ngecje në një prej namazave, s'quhesh me fal sabahun, apo të ik në një namaz tjetër, si shka ke një angazhimi, shoqërimi, loje, diçka tjetër. Dije që ti je mudajjir lis-sala. Ti e ke hup namazin. Ti atë marrëveshjen mes teje dhe Allah Azza wa Jall, se ki me nejt besnik ndaj ti, e ke shkel. Me një namaza, me një namaz. Për këtë shkak, namazi është tregues se ku jeti në raport me Allah Azza wa Jall. Qatë moment që thërret thirrsi Allahut që ti mi përgjigj atij. Thirrsi Allahut Azza wa Jall është çdo kush që thret në hayya ala salah, hayya ala falah. Ti nuk je i gatshëm ju përgjigj Allahut Azza wa Jall, je ty ju përgjigj dikujt, ama jo atij që t'ka kriju. Ose je ty ju përgjigj gjumit, ose je duke ju përgjigj shokut, ose je duke përgjigj dikujt, kush do qoftë ai. E mos të flas që je duke i përgjigj ndoshta edhe mëkateve dhe gjunave të mëdha, apo harameve të mëdha. Je duke lënë anash Allahun Azza wa Jall, këtë jep me kuptu se ku është pozita e Allahut tek ti, edhe ku është pozita jote tek Allah. Kështu që as-sala, namazi është ibadeti kyç përmes të cilit ne e ruajmë fen ton, po edhe gjithashtu e korrigjojmë dhe e rishikojmë dhe kujdesemi për pozitën tonë tek Allahu subhanahu wa taala.